Qyteti i Shkodrës edhe në këtë fundvit vazhdon të vuajë nga një prej problemeve më të mprehta urbane, prania e mbetërinave. Ndërsa pushteti vendor flet për pastrimin dhe përmirësimin e imazhit të qytetit, mjafton të zhvendosësh pak nga qendra për t'u përballur me një realitet krejt tjetër. Kontenjere mbetje të shpërndara gjithandej dhe aroma kundërmuese pushton zona të tëra të qytetit, siç e tregojnë edhe këto pamje. Nuk bëhet fjalë për një rast të izoluar, por për një neglizhencë momentale. Problemi është i përhapur dhe prek disa lagje njëkohësisht, duke treguar qartë mungesën e një sistemi funksional dhe të qëndrueshëm të menaxhimit të mbetjeve. Qytetarët përballen me ndotje mjedisore që jo vetëm cenojnë imazhin e qytetit, por edhe shëndetin publik. Deklaratat e vazhdueshme të bashkisë për ndryshime të mëdha dhe përmirësime të ndjeshme në pastrimin e qytetit bien ndesh me realitetin në terren. Hendeku mes propagandës dhe gjendjes në terren është i dukshëm. Shkodra, një qytet me histori, kulturë dhe potencial turistik, kërkon standarde të larta pastrimi. Ky shërbim në fund të ditës nuk është luks, por detyrim bazë ndaj qytetarëve.